Forcat I kam, shikoj. Jo. Edhe unë mund të prodhim. Afrua në rendin e Tigës, projektimi për ndryshim të ligjit në proces të gjashtë të datë për ndarjen e ligjit territoriale të Ministrisë së Qeverisë Shëndetare në Republikën e Shqipërisë. Ky projekt vjen si nisë e kolegëve deputet Edson Spaho, Gjergj Papa, Letina Lori dhe Ismail Hoxha. Na nisëmëtarët sot me ne janë zoti Spaho dhe zoti Papa, si dhe është zilëtuar zoti Edmond Zemeko, kryetari I komunës në fjalë. Unë ju uroj mirëseardhjen në komision dhe do të kërkoja në njëherë nga zoti Spaho mund në japë një prezantim të nismës. Faleminderit zoti kryetar, nderuar kolegë. Kjo është një iniciativë e 4 deputetëve të majoratës për ndrimin e emrit të komunës Ligjeras, ka përkthimin emrin e parë ka sikur që dini në mes të viteve 70 ka pasur një iniciativë për ndrimin e emrave të disa fshatra ndërmjet çikëve edhe disa fshatra të kësaj komune. Në fakt është një iniciativë më e gjerë se sa e 4 deputetëve nënshkrues. Ka një peticion të banorëve të kësaj komune, cila duhet thënë banohet tërësisht nga komuniteti Maqedonës. Ky peticion është miratuar në Këshillin e Komunës dhe po kështu është miratuar edhe nga prefektura e Qarkullkorç. Është paraqitur nga ana jonë në kuvend, pasi ndrimi I emrave të fshatrave qendër komunë bëhet me ligj nga Kuvendi I Shqipërisë. Këtë iniciativë paraqitur edhe në vitin 2009, por duke qenë se kërkon 3/5 e votave për të miratuar, nuk siguroi dot quorumin në atë periudhë. Po e riparaqesim me besimin se ndoshta të radhë do të arrijmë të sigurojmë quorumin. Shëroj të theksoj edhe njëherë që emri Pustec I fshatit qendër komunë, kurse dhe kërkohet që ti rikthehet, është mbajtur historikisht dhe është ndruar në mesin e viteve 70 në kuadër të një iniciative që u mor në atë kohë, arsyet e cilave sot tingëllojnë jo normale. Ky është edhe shkaku që ne po e paraqesim këtë iniciativë për të kthyer në emrin e origjinal. Faleminderit. Faleminderit zoti Spaho. Kryetari I komunës do të mirë, pyetje nga kolegët. Zoti Fino. Kryetar, kuptova nga kërkuesit ndrimi I emrit, që janë arsyet që kërkohet ndryshim I tillë. Mua më duket shumë interesante fjala e tjeras, dakord me fjalën e tjerës veçare. Pyetja që kam për nënshkruesit e kolegët e mi është që shefa dhe vetë zoti Spaho, ky është një ligj që kërkon 3/5, është një ligj që bëhet një reformë territoriale, e cila është e munguar dhe mbase duhet bërë prej kohësh midis proceseve të ndërshme për ndarjen e territoriale, pavarësisht se po kemi të bëjmë thjesht me ndrimin e një emri. Dhe kam përshtypjen që kjo reformë që është shumë e rëndësishme do të marrë pjesë. Diku të bëjmë propozimin e kthimit të një emri në një komunë, diku para 3 vjet ka ardhur propozime që të ndrojmë emrin nga komunë si për bashki, disa propozime të tjera. Mendoj që duhet një reformë tërësore që duhet bërë këtë. Po, pyetja e parë është më esenciale se arsyet pse. Duhet të bëjmë këtë. Faleminderit zoti Tino, zoti Spaho. Po. Arsyet e përmenda është kërkesë e gjithë banorëve të kësaj komune për të rikthyer emrin e origjinës të fshatit, cilët e kanë mbajtur deri në mesin e viteve 70. Dhe nuk është vetëm ky fshat, janë edhe disa të tjerë në këtë komunë, por ndërsa për ta është vepruar pasi kompetencën e ka Këshilli I Komunës, në rastin e fshatit qendër komunë, kompetenca është e Kuvendit të Shqipërisë. Në lidhje me pyetjen e dytë,
të presim një reformë tërësore territoriale, mendoj që kjo që po paraqesim ne nuk ka të bëjë me nuk ka lidhje me reformën territoriale, me ndarjen territoriale, me organizimin, bashkimin e njësive të pushtetit vendor, tu thjesht kemi të bëjmë me kthimin e emrit të origjinës një fshati dhe mendoj që nuk ka arsye pse ta shtyjmë për një kohë të mëvonshme. Faleminderit, pyetje tjetër? Po, sipas shpresave që bashkimet i projekt ligji dhe konkretisht vendimit të Këshillit të Komunës, rezulton që ky problem është ngritur që në shkurt të 2008-s. Pse i keni pritur gati bie 5 vjet për të paraqitur këtë lloj ndryshimi? E thatë për 2009 që nuk keni marrë konsensus për 2008-ën, nuk ka pas konsensus. Ju keni kaluar ndryshimet kushtetuese në prill 2008-s. Faleminderit, përgjigja juaj. Nga shkurti i 2008-s që ka kaluar në Këshillin e Komunës, pastaj ka ndjekur një procedurë shqyrtuar në prefekturë, ka marrë mirativin e prefekturës, ka ardhur si propozim në kuvend dhe në fillim të vitit 2009 është shqyrtuar në kuvendin e Shqipërisë Komision të Ligjeve. U mendua që do kishte konsensus, më pas u tërhoq konsensusin, nuk e di për çfarë arsyesh, por nuk u votuan sa. Por riparaqitet mbas përpjekjeve që ka bërë përfaqësuesit e komunitetit Maqedonas për të siguruar konsensus. Mirë, faleminderit. Pyetje tjetër? Me diskutime. Jo, se kjo është jo vetë. Jo, ka më gjithë. Po, son disciplinë që është. Nga kjo pyetja e fundit që zështau tha, ku sa i të tonë se përse? Dhe se ta, bashkë dhe dhe të vërtet, se kjo se ka konsensus në ti, se të dhe stau. Okej, ka konsensus? Unë u shpreha për veprimet i kanë bërë përfaqësuesit e komunitetit Maqedonas për të siguruar konsensus. Kjo se e tjetër, Po, jam një sekundë të gjej pak kretarë e komunës se më të ndërqojnë në të aspekt. Faleminderit zoti kryetar i Komisionit të Ligjeve, ju përshëndes edhe të deputetët e këtij komisioni. Dua t'ju sqaroj që vjen të dini se kjo është një kërkesë e vazhdueshme që nga vitet 90 e këtej që në zonën e Prespës, në komunën e Liçenasit, emrat e fshatrave edhe emri i qendrës së komunës të kthehet në origjinë që ka pasur, sepse ju vjen në dieni, këtë e dini edhe gjithë jo vetëm banorët e zonës së Prespës, por edhe me gjerë në qarkun e Korçës, që edhe sot në përdorimin e ditëpërditshëm nuk përdoret termi komuna Liçenas nga vetë banorët, po përdoret emri pushtet. Edhe shumë organizata ndërkombëtare si Komiteti i Helsinkut, grupi shqiptar për të drejtat e njeriut, edhe shumë të tjera organizata na kanë dhënë këtë të drejtë. Ne si përfaqësuese edhe të minoritetit kemi bërë takime me gjithë partitë parlamentare në Shqipëri, edhe pothuajse të gjithë janë dakord për këtë nismë që kemi marrë, sepse është një drejtë që na është marrë, ne kërkojmë të rikthehet në vend dhe nuk ka asnjë problem shqetësues. Unë shfrytëzoj rastin që ju them që ta votoni këtë kërkesën tonë, sepse është në interes të zonës së Prespës, të qarkut të Korçës, edhe në interes të vetë Republikës së Shqipërisë, sepse është një drejtë që është muar në kohë. Do të thënë për arsyet nuk duhet përse ishin ato arsyet gjatë sistemit të mëparshëm, po është një drejtë që mbas demokracisë shkon në vend. Ju falenderoj. Faleminderit. Diskutim në shpirë. Po zotin Tino. Faleminderit gotar. Po ta shohim shumë në pamjen e parë dhe në pamjen e përditshme duket si një pozitë i zakonshëm. Një pozitë që nuk ka ndonjë gjë të madhe nëse dëshon emrin nga liçena sa pushtet.
por jo më kohë të vëmë se kur ka bërë ligjin 8652 dhe 8653 në vitin 2000, të janë ligje të rëndësishme, ligje të cilat kërkojnë ndërhyrjen në parlament me 2/3, me 3/5, dhe natyrisht që është shumë e domosdoshme të kuptohet që ne sot në Shqipëri të dy forcat politike kemi shprehur në kohë, kemi kërkuar që të bëhet një reformë territoriale, sepse unë kam thënë tjetër që duk si map që Shqipëria të ketë 308 komuna dhe 65 bashki në një territor kaq të vogël. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që kolegët tanë nuk kanë gjetur kohën e dur për ta propozuar e për ta sjellë atë. Jo më kot për të parë që nëse kanë gjetur konsensus ku është në ai top, sepse vërtet është një gjë që do të votohet nga gjithë parlamentarët dhe që kërkon 3/5. Dhe fundit që kam për të mos i mërzitur dhe që megjithëse ju jeni mësuar zotë kryetar, sidomos ju që ju çatoni pasetë e tyra kryeministri me nismë referendumi, fare mirë dhe kjo mund të ketë një çështje referendumi lokal, shumë e rëndësishme, e cila që mund të vetë ta të votojnë, ta zgjidhin këtë problem, kupton, para shqetësuar ne pa bërë një reformë të madhe territoriale. Unë mendoja që ju ta drejtojnë dhe të drejtim më shumë, sa të na aksesu sot në këtë mbledhje të komisionit për të marrë mendimin dhe votën tonë për të ndryshuar emrin e komunës liçenas. Faleminderit. Faleminderit zoti Sula. Para se të gjykojnë të flasim nga politikar, flasim bërë si antar të komisionit e ligjeve në mënyrë absolute, sepse jemi edhe profesionistë në misa këture të komision. Dhe unë po e filloj nga argumentet të cilat paraqiti deputeti Spaho dhe kryetari i komunës, dhe në mënyrë absolute nuk ishte absolutisht asnjë një lloj argumenti politik nga kjo zoti Spaho dhe kryetari i komunës. Por kryetari i komunës veçanërisht e tha mjaft saktë qartë që në të gjithë komunën liçenas që ka emrin sot, të gjithë fshatat janë ndryshuar në emra për shkak të një ekzistencës të një komuniteti Maqedonas në këtë komunë dhe ka arritur momenti që përsa i përket komunës, emrit komunës qendër të liçenas duhet të kthehet në pushtec. Ashtu siç e tha dhe kryetari i komunës, tu bëhet fjalë dhe me respekt maksimal të një pakicë kombëtare maqedonase të cilët jetojnë në Republikën e Shqipërisë. Në mënyrë absolute, nuk ka të bëjë absolutisht për reformën territoriale përsa i përket ndryshimeve nga komuna në bashki apo bashki komuna apo nga një komunë në komunë tjetër, tu bëhet fjalë thjesht për ndryshimin e një emri. Nuk bëhet fjalë për reformë territoriale të cilët kërkojnë një konsensus më i madh, nuk bëhet fjalë që këtu siç ka kërkuar edhe disa komuna që të kthehen në bashki dhe nga komuna në bashki, po është një ndryshim i emrit. Sigurisht unë mendoj që personalisht me shtesë të iniciativë të cilët ka marrë deputetët e Korçës, sigurisht komuniteti i komunës dhe zonës që janë minoritet atje e presin me shumë dëshirë dhe në shkëlqësi që të ndryshohet dhe rikthehet e drejta e tyre, sepse janë drejtë të cilët është mohuar dhe që është prerë në vitin 1973, të cilët të ndryshuar emri nga pushtec në komunën Liçenas. Sigurisht unë mendoj zoti kryetar që ne do jemi ndërë këtij komisioni dhe sidomos të zotërimit të opozitës që mos e pengojmë sepse kjo është për herë të dytë që vjen në komisionin tonë dhe është refuzuar pikërisht nga zotërimi i opozitës në vitin 2009. U tha që për përderi kohës, pse vjen në këtë moment? Sigurisht vjen në këtë moment, sepse duhet ta shfrytëzojmë edhe këtë moment, po themi tu në thojza politikisht që të forca politike, qoftë opozita dhe qoftë majoranca, duhet t'i japim këtë konsensus, sepse është një drejt që nuk përfiton absolutisht as partia e drejtive radhë saj, nuk përfiton as opozita. Do të flas për një komunitet të cilët ne duhet ta respektojmë maksimalisht. Po të kemi parasysh të gjithë të drejtat të cilët kanë shkruar konventet ka ratifikuar Shqipëria. Sigurisht edhe në fjalën e fundit do ta thoshe, në kuadër të një rilindje që kërkohet në Shqipëri, ose emri i ri nga liçenas dhe pushtec. Faleminderit, përryrje nga Desha theksonja që gjatë gjithë kohës ja bërë përpjekje për të siguruar konsensusin. Nuk është konsensusi duke ka sjellë më përpara. Dhe jo fundi i mandatit, s'ka të bëjë me fundin e mandatit. Së dyti, unë kam bërë thirrje publike edhe kolegëve të tjerë nga e Majta në rrethin e Korçës që t'i bashkohen kësaj nisme. Nuk kemi pasur asnjë lloj objekcioni në lidhje me të, dhe përsa i përket referendumit, në fakt referendum është zhvilluar fakti që të gjithë banorët e komunës, pa përjashtim, kanë firmosur peticionin, do të thonë që të gjithë janë
për të kthyer në emrin e origjinës. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë nuk ka diskutime tjera. Okej, edhim në votim në parim projektin. Kush është dakord me projektin? Kundër? 1, 2, 3. Abstenime? 1. Miratohet në parim.